Me valigjën në duar, çantë në krah dhe shumë ëndra në mendje në zemër, Anita emëri i vendosur nga redaksia e Radio Europa e Lirë për të ruajtur anonimitetin e së intervistuarës, u nis drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në maj të vitit paraprak, ajo ishte përzgjedhur fituese e asaj që njihet si Llotaria e Kartës së Gjelbër, por që në të vërtetë quhet Programi i Vizave të Diversitetit. Artina ishte nxitur të aplikonte nga partneri i saj, ky i fundit kishte 12 vjet rresht që aplikonte, pasi të ardhmen e tij se shihte askund tjetër përveç se në SBA, por fati deshi që Artina të ishte ajo që ta fitonte mundësinë për të emigruar në SBA, që atëherë zemra e saj ishte e lyzuar mes dy shtëpive të saj në SBA dhe asaj pranë prindërve në Shqipëri. Qysh në gusht të vitit 2022, ata nisën procesin për bashkim familjar. Të Bashkuar i mbante vetëm viza e herpashershme e Artinës në vendlindje. Kjo distancë ju bëri dhe më e vështirë kur ajo mori vesh se ishte shtatzën, çdo gjë e kam përballuar vetë. Gjatë kësaj periudhe bëja udhëtime pafund drejt Shqipërisë, sepse duhet të ruaja edhe martesën, por edhe vajza të kalonte kohë me babain, me shpresën se do të bashkohemi shpejt, thot ajo për Radio Europa e Lirë. E vetme në SBA, pa familjare, shoqëri përreth, Artina tregon se ka punuar deri në muajin e fundit të shtatzanisë, ndërsa edhe muajt e parë të momësisë u detyrua t'i kalonte e vetme. Tani ajo është më shumë dhe ankohet për lodhjen mendore sesa atë fizike. Qënka e shëmtuar ndjesia kur e fut jetën tënde në një valigjë, largohesh me ëndra, punon, sakrifikon që ta bashkosh familjen atje ku po e ndërton jetën nga e para dhe dëgjon se fiks ku ti arrin afër fundit të sfidës, lënë gjysmë fjalin. E pikërisht kur procesi i bashkimit të tyre familjar po i afroi fundit, SBA-ja vendosi të pezullonte përkohësisht lëshimin e vizave të emigrimit nga 75 vende të botës, përfshirë Kosovën dhe Shqipërinë. Ky vendim erdhi pasi presidenti i SBA-s Donald Trump tha se të huaj që emigrojnë në SBA duhet ta mbajnë veten me punë dhe jo të bëjnë barë shtetit. Sipas një fotografie të publikuar nga ai, rreth 41% e emigrantëve nga Shqipëria marrin ndihmë sociale në SBA, ndërsa nga Kosova përqindja ishte edhe më e lartë, 46%. Nga i thati digjet edhe e njomi, thot Artina, duhet shtuar se ajo ka qenë një qytetare e përkushtuare punëtore që s'ka tentuar thjesht të përfitojë nga shteti amerikan, por tani kur të gjitha proceset e vizave dhe emigrimit janë pezulluar, ajo do të duhet sërish të bëjë pa partnerin e saj rrugën drejt SBA-s. Këtë herë edhe me një vajzë 2 vjeçe në krah. Në gjendje të ngjashme janë mijëra banorë në Kosovë e Shqipëri. Disa nga ta, të kontaktuar nga Radio Europa e Lirë, kanë hezituar t'i ndajnë historitë të tyre nga frika se kjo mund t'i dëmtojë gjasat e tyre për emigrim në SBA. Vitin e kaluar, rreth 3800 shtetas të Shqipërisë fituan vizat e emigrimit drejt SBA-s, si dhe rreth 650 të tjerë nga Kosova. Artin Hila nga Shqipëria, i cili punon si konsulent për ndjekje të procedurave të emigracionit dhe vizave të rregullta, ka vite që udhëheq edhe një grup në Facebook ku ndihmon të interesuarit për emigracion në SBA. Ai thotë se është shqetësuar por jo befasuar nga vendimi i 14 janarit të SBA-s. Ai tregon se procesi nuk është i thjeshtë, duhet plotësimi disa formularëve, ekzaminimi mjekësor, përgatitja e dokumenteve dhe pagesë tarifash.